I qofshim falë Allahu që na e ka hapë zemrën edhe na ka mundësuar, na ka udhëzuar për rrugën e drejtë. Por mos harroni kur, vëllezër dhe motra, se besimi nuk është diçka që jepet, një mall që jepet edhe rri, diçka materiale që rri aty, ashtu siç është dhëruar që ditën e parë. Lumë për ata cilët e vlerësojnë këtë dhuratë madhe prej Allahu xhaleshanu dhe mundohen që ta shtojnë edhe ta shumëfishojnë atë dhe ta bëjnë më të fortë në zemrën dhe shpirtin e tyre. Sepse besimi, vëllezër dhe motra, është diçka që rritet edhe shtohet me vepra të mira. E luma i cili i shton veprat e mira, edhe anon nga e mira, edhe mundohet të suportojë të mirën, edhe mundohet që të krijojë edhe të forcojë lidhjen me Allahun xhaleshanu çdo ditë dhe çdo natë të jetës tij. E mundohet që ta pastrojë shpirtin edhe zemrën e tij. E ky besim gjithashtu me vepra të këqija ose me gjunahe mëkata i zbehet, si thot profeti alayhi salatu wassalam, mëkatet, sprovat edhe veprat e këqija tek njeriu, çdo vepër e keqe lën një pikë të zezë, një sot, një nesër, një më pas, derisa fillon zemra e cila nuk i kërkon falje Zotit, e cila nuk kthehet me pendim tek Allahu xhaleshanuhu, fillon edhe nxihet pjesë derisa Zoti na ruaj. Nëse njeriu nuk merr masat dhe t'i kthehet Zotit xhaleshanu, t'i kërkoj falje dhe të shtoj veprat e mira, ajo zemër fillon edhe nxihet edhe vuloset për tek e keqja, Zoti na ruaj.